Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, hamendësimet më të fundit, por edhe keq kuptimet më të fundit, sepse në raportin mes Eglit dhe Gjestit, pikërisht në këtë çift ka shumë keq kuptime. Ditën e djeshme është bërë publike një fotografi që në fakt ka çmendur rrjetin. Fansat kur e duan dikë, do me thënë kur je fytyrë publike, kur dikush të do shumë, krijojnë situata të ndryshme, krijojnë momente të ndryshme, krijojnë gjëra të ndryshme, por edhe fushata të ndryshme. Dhe pikërisht këto dy fotografi që shikoni janë dy fotografi që nga nata e mbrëmshme e deri më sot po bëjnë xhiron e rrjetit. Do me thënë, me montazh është marrë fotografia e Eglit nga Big Brotheri dhe është ngjitur në krahërorin e Gjestit, ndërsa fotografia e Gjestit është marrur që nga dita e Bajramit, kur Gjesti ka puthur e përqafuar nënën e tij, zonjën Sebahat. Përse ka ndodhur kjo gjë? Do të thënë, pse po bëhet kjo gjë? Tani, që të gjithë e dim që kjo është montazh, por nuk duhet ta marrim me kaq egërsi edhe ta quajmë gënjeshtër. Kjo gjë po ndodhen sepse fansat e Eglit edhe të Gjestit kanë ngritur një fushat, do me thënë me këtë fotografi, në të cilën lusin që kjo fotografia të bën xhiron e rrjetit, që të mbëri deri në syt e Gjestit edhe të Eglit, do me thënë fansat e tyre kanë një kërkesë të bukur që Gjesti dhe Egli shumë shpejt të bëjnë një fotografi të këtillë edhe ta postojnë në rrjetin e tyre social në respekt të gjithë atyre ndjekësve që kanë ndjekur rrugtimin e tyre, kanë votuar, janë pasionuar, janë apasionuar pas Gjestit edhe pas Eglit. Kjo është arsyeja përse kjo fotografia është virale. Nuk është një fotografi që të dezinformoj publikun, nuk është një fotografi që publiku ta keq kupton, por është një fushat e cila po ndërtohet nga ndjekësit, nga fansat e tyre të zjarrt, që Egli dhe Gjesti në mënyrë le të themi dhe të borxhit, ja kanë borxh fansave të tyre një fotografi për të gjithë mbështetjen në rrugtimin e Big Brotherit që kanë bërë për Gjestin dhe për Eglin, dhe nuk është pak në fakt, për Gjestin sidomos, është 7 muaj me radhë mbështetja që i kanë dhënë fansat, dashuria që i kanë dhënë fansat. Arsyeja pse u bë kjo foto është kjo, do me thënë, as për të dëmtuar fotografin me nënën e Gjestit, sepse kam parë dhe kështu komente, nuk ka asnjë gjë në botë, të nderuar miq, të dashur ndjekës, që mund të largoj dashurinë e nënës nga fëmia, dashurinë e fëmijës nga nëna. Çfarëdo që të ndodhë në jetë, dashuria e nënës në të gjitha format mbetet më e bukura, më e sinqerta, më e drejta. Por ka qenë e vetmja mundësi që fansat të realizojnë dëshirën e tyre që të ngrejnë një fushat që Gjesti dhe Egli të bëjnë një foto të përbashkët. Tani çfarë duhet të bëni ju? Ju duhet të mbështetni këtë fushatën, unë do u lus një tjetër gjë. Ne tashi do bëjmë një hashtag, do krijojmë. Gjesti, Egli, foto, të jetë ngjitur. Dhe këtë hashtagun ta përhapim sa më shumë që Gjesti dhe Egli të na bëjnë një foto në shenjë respekti dhe falenderimi për të gjithë shqiptarët të cilët votuan nga jeta e tyre ndan paranë e tyre, votuan pafund vetëm që Gjesti dhe Egli të ngjiteshin në skenën e finales, më pas përfituesin që ishte një votë e pa diskutueshme. Arsyeja e kësaj fotografie është kjo, prandaj unë them që ta mbështesim këtë fushatën, të ngjitemi dhe ne kësaj fushatës me këtë hashtagun Egli Gjesti foto dhe të presim së shpejti që çifti të reflekton, të na sjellë një foto dhe të shohim se si shqiptarët do ta presin këtë fotografi nga çifti. Në fakt, montazha
e kësaj fotografie është bërë në mënyrën më të bukur. Nëna e Gjestit me patjetër që është një nënë e mrekullueshme, zonjën Sebahatun e kam thënë gjithmonë dhe e përshëndes nga zemra, njëjtë si djali i saj. Por edhe Egli duket që shkon shumë në shtëpinë e Gjestit si nuse. Është kënaqësi dy personazhe të famshëm të jetojnë në një shtëpi. Andaj për ta mbështetur këtë fushatën, le të bëhemi të gjithë së bashku. Hashtag nëpër Instagramin e juaj, TikTokun e juaj, më bëni tag kudo, hashtag të gjithë, edhe të bëjmë sa më shumë share, vetëm e vetëm për të marrë një foto të Gjestit edhe të Eglit. Vetëm kështu, duke protestuar në rrjetet sociale, ne mundemi të marrim atë që duam. Do me thënë, gjithmonë e drejta tek shqiptarët është marrë me protestë. Dhe këtë herë ne do protestojmë për një foto të përbashkët, sepse lëvizjet e tyre tregojnë gjithçka. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe, të gjithë mos harrojmë hashtagun Egli, Gjesti apo Gjesti, Egli dhe foto. Të gjithë me këtë hashtag të bëhemi së bashku për të marrë atë që duam, fotografinë e shumë pritur të Gjestit edhe të Eglit.